Shpërblimi për atë i cili e beson profetin alayhi salam edhe pse nuk e ka parë atë. Transmetohet në një hadith nga Ebi Said al-Khudri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Hadithi pra transmetohet tek Imam Ahmedi dhe Ibn Hibani, është hadith i sakt se profeti alayhi salam ka thënë: Tuba liman ra'ani wa amana bi. Siç kuptohet prej fjalëve të profetit alayhi salam, Tuba është një pemë në xhennet, e cila është shumë e madhe. Një kalorësi i duhen 100 vite që të ecë nën këtë pemë, aq e madhe është. Thot profeti alayhi salam: Tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba, pra kjo pemë, është për atë i cili më ka parë mua dhe më ka besuar mua. Më pas, thot profeti alayhi salam, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba. 3 herë për atë i cili më beson mua edhe pse nuk më ka parë. Allahu Akbar. Elusallahun e lartësuar që të na bëj prej atyre të cilët e besojnë profetin alayhi salam, e pasojnë atë, ndjekin sunetin e tij. Amin.